Gjyqi për ishkrejt të UÇK-s në Hag ka vjuar edhe në seancën e së mërkurës ku u paraqitën deklaratat përmbyllëse të përfaqësuesve të viktimave të mbrojtjes, ku folën edhe vetë Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selini e Jakub Krasniqi. Zëvendësë kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Gleuk Konjuca të mërkurën nga Haga theksoi se në procesin gjyqësor ndaj katërshës së ushtrisë çmimtare të Kosovës ka pasur shkelje brutale të drejtave të njeriut. Siç tha ai, është mohuar e drejta që personi të gjykohet në kohë të arsyeshme, raporton Kosova Press. Është dita e fundit vërtet e procesit i cili zgjati kaq shumë. Procesit të gjykimit të katër drejtuesve të ushtrisë çmimtare të Kosovës. Njëri prej tyre, zoti Thaçi, ishte president i Republikës Kosovës, zoti Jakub Krasniqi e zoti Kadri Veseli ishin kryetar të kuvendit të Republikës tonë, kurse Recep Selimi, general i ushtrisë çmimtare të Kosovës dhe udhëhoqi edhe grupin parlamentar në kuvendin e Republikës Kosovës. Këtyre njerëzve tashmë ata kanë marrë një ndëshkim të padrejtë, sepse procesi zgjati aq shumë sa që unë pretendoj dhe gjithë pretendojmë së bashku që u shkel e drejta elementare e njeriut, e cila mbrohet edhe me konventën e Kombeve të Bashkuara, edhe me konventën evropiane të drejtave të njeriut, por edhe me kushtetutën tonë. E kjo është e drejta që personi të gjykohet në kohë të arsyeshme. Kjo e drejt ma mërmenja që u shkel në mënyrë dhënshme, sepse janë bërë 5 vite 3 muaj që këta drejtues të ushtrisë çmimtare të Kosovës mbahen të izoluar, edhe larg familjeve të tyre, e larg shtetit të tyre. Konjuca, ndër të tjera, tha se targeti i vetëm i uniformave të UÇK-s ishte uniforma e okupatorit që bënte gjenocid në Kosovë. Ne patëm kritikën tonë gjithmonë për këtë gjykatë që ishte gjykatë një etnike. Gjykatë e cila fokusin e kishte padrejtësisht në ushtrinë çmimtare të Kosovës. E unë jam këtu për të konfirmuar edhe një herë që lufta jonë, lufta e popullit të Kosovës, ishte luftë e drejtë, ka qenë luftë e pastër, ka qenë luftë mbrojtëse, nuk ka qenë qëllimi i kësaj lufte sulmi i asnjë populli tjetër. Targeti vetëm i uniformave të UÇK-s ishte policia dhe ushtria sërbe, njerëzit e uniformuar okupator që bën gjenocidin në Kosovë, që vran fëmijë, që vran gra dhe që vran pleq, e që i mbytën mbi 12.000 qytetarë të Republikës sonë. Dhe këtë të vërtet, nuk ka asnjë institucion. Këtë të vërtet, nuk mund të ndryshoj asnjë gjykatë. Ish e provët e UÇK-s akuzohen për gjoja krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, për të cilat të katërtit janë deklaruar të pafajshëm. Pas përmbylljes së deklaratave nga katërshja e UÇK-s, çështja do të kalojë tek trupi gjykues. Gjykatësit kanë 3 muaj kohë që të marrin një vendim për çështjen ose të kërkojnë zgjatjen e afatit për marrjen e vendimit. Një ditë më parë, që shënonte edhe 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës në Prishtinë, u mbajt një marshim qytetar në shenjë solidariteti dhe revolte kundër kërkesës së prokurisë speciale për dënimin e 4 ish-krerëve me 45 vite burg secilit. Në protestë morën pjesë edhe presidenti Vjosa Osmani e kryeministri Albin Kurti, krahas figurave të tjera politike, artistike, aktivistë e qytetar, të cilët shprehin një zëri se dënimi i ish-krerëve do të rishkuante historinë e vendit dhe të luftës çlirimtare, gjë të cilën nuk e pranojnë kurrësi.